shteti ka 30 vjeç vetëm planifikon dhe s'po bën gjë. Ndërkohë që ne vazhdojmë të konsumojmë gjëra që nuk duhet të konsumonim. Dhe e njëjta gjë, po flas parimin, e njëjta gjë që ka ndodhur me rrushin, ka ndodhur edhe me pjeshkën, 7300 kg pjeshk të importuara nga Greqia, përmbani një pesticid, që ky pesticid nuk lejohet në Bashkimin Evropian, nuk lejohet në Greqi. Jo, ka qenë eksport në Kroaci, ka qenë produkt shqiptar i eksportuar në Kroaci. Jo. Jo, është konsumuar, dhe me thënë, janë importuar nga Greqia 7325 kg pjeshk dhe kam pasur pesticidin Fomes. Ky pesticid, ndoshta dhe ti e di shumë mirë, që nuk lejohet në Bashkimin Evropian, nuk lejohet sigurisht edhe në Shqipërinë që nga 2020. Ndërkohë, subjekti shqiptar shkon, e merr nga Greqia, e sjell në Shqipëri, e shpërndan, 7300 kg u konsumua nga shqiptarët, dhe çohet AKU-a e thotë që po unë e kam marrë në datën 11 analizën, po më dolën përgjigjet në datën 19 dhe po dal ta bllokoj. Dhe është turpi Zotit se bllokon 28 kg. 7300 kg u konsumuan.